Sapo ka përfunduar ndeshja e voleybollit për femra, Superliga e femrave, Vllaznia humbet në shtëpi me Partizanin 1-3. Me trajnerin e Partizanit Andi Lundra. Profesor, urime për fitore. Faleminderit. Një ndeshje pak a shumë e vështirë për ju, kur kemi parasysh sidomos seti i 3 dhe i 4 ku Vllaznia luajti më mirë. Ishte ndeshje e luajtur, ndeshje me rivalitet. Ishte një ndeshje që do të thoja që ka element mirë nga të dy skuadrat dhe ka lojë të mirë nga të dyja skuadrat. Kuptohet, neve jemi ekip që jemi bio akoma, nuk jemi përforcu. Edhe normalisht kemi dhe pak probleme me rezervat, pra kemi pas dëmtime të smur. Edhe normalisht e shfaqim edhe në lojë. Që pasqysh fitore e merituar sot e Partizanit? Patjetër fitore e merituar, fitore e vështirë, po e merituar. Çdo fitore është e merituar. Ku ishte arma më e fortë e Partizanit sot? Patëm disa problematika, po thash, kemi pas ca dëmtime dhe normalisht lojtarët vuajnë në fushë. Edhe them lojtarët janë aty, të gjitha lojtarët janë barabartë, kapitenja po mban një peshë të madhe, Kaçori është lojtare që ka eksperiencë, Libero mban eksperiencën e vet me lojën e saj. Janë goca të reja dhe normalisht kanë edhe gabime, kanë edhe problematikë. Profesor Lundra, në ekipin tuaj spikasin edhe 3 voleybollistë shkodrane, siç janë Peteza, Kaçi dhe Adnan Mikopola. Sa është kontributi i tyre për ekipin? Sa ndikon? Kontributi i tyre është maksimal. Normalisht e patë edhe vetë, kanë pjesë të lojës, pra kanë luhatje, po kanë pjesë të mirë të lojës, edhe besoj se janë element për më mbrapa. Pra, themi që Peteza, duke qenë se sot ka qenë e smur dhe nuk ka marrë pjesë, s'ka qenë ndeshje. Pjesa tjetër të dyja lojtarët janë lojtarë me moshë të re, po premtojnë për më mbrapa. Bilanci juaj në këtë start të kampionatit në 5 javë janë 3 fitore? 3 fitore, 3 humbje. Pra kemi fitore... Kjo java 6, 3 fitore, 3 humbje. Pra... Si pasqysh ecuria si ka qenë? Brenda pritshmërisë? Brenda pritshmërive, ama kemi pas kërkesa pak më të larta për ndeshjet specifike si me këto ekipet po do thoja ekipet që janë formuar tani, po nuk janë të lehta, janë ekipet të forta. Pra, mendoj që në fushën e lojës nuk do të thot emri, po do të thot eksperiencë. Me çfarë objektivi është Partizani këtë sezon? Partizani ka gjithmonë objektiva të qarta. Partizani do të fitojë kampionatin, objektivi është Kupa e Shqipërisë, edhe objektivi është Liga Gjergj Kastrioti. Profesor, faleminderit, urime për fitoren dhe sukses.